Po këtu lartësia e ujit ka qenë afërsisht 1 metër. Që 21 vite, so herë ju kanë kompenzu? 1 herë. Vetëm 1 herë? Vetëm 1 herë është. Me siguri është 20 herë që jeni këtu. Nuk është më pak. Në 70-30 herë, se s'kemi e bon evidenca. Vila i vllavi anajnë atë ki gjithë, asë me si lajmëra kërkun. Shape lajmëra kërkër s'pa intervenon. Lora 6, që ku pisha selët panutojnë këtu. Unë jam Ahmet Hoti, prej fshatit Ratkos. Tu gjindem në shtëpinë e Skënder Hotit, vllau tim. Si shpeshin edhe ju, sot mëngjes ka pas treshnat dendëna atmosferike, të cilët na kanë shkaktu këto dome që po shihen. Domet janë konsiderueshme. Ka qenë shi shumë i rrëmbyshëm, me vrull, s'kemi mujt me bo gjo. Pos me këshëpis si jashtëmit. Shtëpia imi kanë edhe natë rrezikum, po jemi tot me hi këtu mbrana se për shkak të korrentit. Na po e shohum këtu që komplet kotin e parë, do me thonë është mbulu me ujë, salloni, banjo, komplet. Po këtu lartësia e ujit ka qenë afërsisht 1 metër. Kjo nuk është hera parë që ndodh, është shumë herë, edhe vitin e kalum ka pas, edhe ndër vite ka pas herë 1 herë, herë 2 herë mbrana vitit. Problemet janë të kanalizimit. Kanalizimet i kanë bashku ujnët e zeza me ujnët atmosferik. Nuk pi përballon të dyjat, edhe pa kthehet masanajna mrapa dhe pa hinë në shtëpi. Kjo është herë në vu në kjo shtëpisë dyti. Të manë pas x herë që në ka hinë, kjo vllavi ka marrë e ka në renovu komplet, me teras, me podrom, me pod, po mënoj, me mobile, me gjitha i kablet tjera, 3-ja, mi po prapo është se e 2 herë veç që pa hinë me këtu pas renovimit që ka ndodhë. Po shohim na edhe ato të energjisë elektrike që veç se janë dollë, a ka rrymë tash momentalisht edhe a është rrezik me lëshu dhe rryme? Momentalisht rrymën e kemi nalë. Mirë po në të momente ku përshen njeri, nuk pi bjenë nërmend për rrymë. Ma të i përpangan ka mobilet me pështu diçka, shpesh herë ndodhë që him në ashtu, se këshyëm a ka rrymë, as ka rrymë, veç him me pështu diçka. Shpejt e shpejt, vonë, mas anena në bjenë nërmend që rryma është në shut, po për fatë mirë nuk në ka ndodhë asë njëherë me pas nëj dëmë këtu njerës, veç në dëmë me materiale. A ndjeni të rrezikum? Sigurisht që po. Çdo herë që të bjen shik, të jenë të rrezikum, kur shoh me vrull duhet me ngoja diçka me vonë, po s'ka edhe çka bën. Çdo herë, ditën, natën, kur do që të kash treshna të mëdha të atmosferike, këtu kërkush nuk ndihet i sigurt. Na po i shohim edhe këto pjesë të kuzhinës, se këto do me thonë në për të gjitha këto ka dëpërtu uje. Po, në gjitha, në mobilje, pajisje elektrike, inventar tjetër, çdo gjë. Këtu në kauça më thotë, çdo gjë që ekziston këtu, është e përmbytur edhe e dëmtuar. Çka prisni prej institucioneve, çka dohet për me bë që mos me u ballafaqu me këto probleme? Për me pas nga probleme duhet me bë zgjidhjen e kanalizimit. Kanalizimit ujërat atmosferik, mi da veç, me ujërat e zeza veç. Ajo është zgjidhja primare që duhet me bë në këtë lagje, në përgjithësi këtë lagje, këtu se kjo lagje komplet është e rrezikuar. Për shkak që janë bashku 2 ujnat, edhe kapaciteti i cevave që janë ekzistuese, ajo është i volt, ajo është i parapahem veç për ujnat zeza. Mi po këtu nuk i respektojnë ato rregulla, i kanë shtija edhe ujnat atmosferik edhe po ndodhin çdo probleme. Para sa kohësh jeni ballafaqur me vërshime? Këto vërshime ka dikon prej 2005-s, që 21 vite. 2004 të na qet ky kanalizim, edhe vitin tjetër, mas 1 viti na ka ndodhur kjo. Me njerë i kënë shtinë ujrat e vijat i kënë mshel që i në konë për para, për ujnat atmosferik, edhe në kënë dalë këtu. Okej, që 21 vite, so herë ju kanë kompenzu? 1 herë. Vetëm 1 herë? Vetëm 1 herë është. Edhe që të vllavi edhe këtu, me siguri është e 20 herë që jenë këtu. Nuk është më pak. Në 70-30 herë, se s'kemi e bon evidenca, vila i vllavi anajnë atë ki gjithë, asë me si lajmëra kërkun. Shape lajmëra kërkër s'pa intervenon. I ka humbë shpresë. I ka humbë shpresët me ato, edhe sa nuk është në Zvicër ai tjetri, edhe sa i thesha që ka probleme, anë këtej the kemi si lajmëra kërkon, blej që ashtu, a bon, dom a bon, s'kisha me bon. Kur s'reagon, blej, bile më se bon nervoz për veti. Zgjidhja ka do të vjen nuk e di, veç për momentin është situata është rëndë. Edhe e keq është.
në ora 6 i quku për shosellet për notojnë këtu. Përshëndetje, Bac, a mundesh për me na u prezentu fillimisht edhe me na tregu në cilin fshat gjendemi këto? Unë e quëm Ramadan i Bishoti, fshatit Ratkovc, si pishin edhe vetë, sot më mëngjes do dhe që kjo. Në ora 6 i quku për shosellet për notojnë këtu, me gjithë gruni i miqu dhe kimi i ku marë senat, mos e i patë nërti qova, do poshtë, do rebe, kështu që ish gazep. Qëshin e ndjenë ato momente kër e keni po që ju ka mush po drumi me Ku i ujë? parë senat, se malli është i dhemë shumë, ku i parë senat të njotur të përpodrom, unë sa mujtë e mora që këtu. Qëfar produkte ushqimore i keni pas këto? Po kemi pas tushina, reqilna, belmetët, dishka kemi pas millin, për nesë millin ka pështu, po, millin ka pështu, qëso senët, ushqimore, gjiza, kosna, këta dione, që të përditshme që ka i hana i përdorëm, i kemi pas edhe, kaq. A i keni pas edhe frigoriferat këto? Kemi pas, po, një është që ato si e pat nërë, që të ke, atë qetin e pat që e hoqa që qetin e nërë atje, do ma dy frigoriferë janë që të. So metra karo uje kështo? Po, për mi gjysë metre. Për mi gjysë metre. So ku ju ka morë diri se e keni pastru? Prej orës, një tek njerëti që para gjysë ore këtë kry. Stash sa është ora nuk e di, do ma për orës një tek njerëti stash gruja me nusën të pastru që tu. A është hera e parë që ju ka plu vershimet apo ju ka ndodhë dhe herave të tjera? Ndodhë tjera hera, ka ndodhë. Qështu ujnët e mëla e kojnë jenë ardhe, ka ndodhë tjera hera. A jo kanë kompenzu tomet? Ka i herë po, ka i herë jo. Qka prit një tash? E tash presëm dishka, nëse dojnë, nëse s'dojnë, kur gjë kërkuj. Në apet e jetona, e vazhdojnë e jetën e kaqë. Nëse vazhdojnë prap për me ra reqet e shiut, a ndihni të rrezikuar? Sigurisht që po. Sigurisht që po, se tuk si ka fillu tash apeta, që hini apeta hin, për që të rrugë. Se kjo uj vjen për kanalizimit, nuk vjen uj shivit, këthejet pi kanalizimit, këthejet uj minë mrena. Se uj në kanalizimit, ujnët e shivit pilshojnë aty, aja s'pa ka kapacitet me ngre, edhe mushet gypi edhe këthejet ku është ma poshtë edhe e ngre vjen. Kanë e leni për gjatë, s'kush duhet për me regullu këtë problem? Po shka më të thënë, nuk për dhja zvetë. Sigurisht që komuna duhet me pas të sene do prioritete, më angazhu t'i shka ma mirë, komuna, ka mundësi, s'ka mundësi, kur që apeta, si thash pak ma herët, apeta jeta vazhdojmë me këtone. E përmendet që uji që vjen nuk është uji qytë, po i kanalizimit, a mbet pastaj aroma, a ju mundon këtu në shpet, edhe për so ko mbet? E pa që ato tash, unë se prej orës një teknet i që tash të pastu, uj kanalizim, ujnët e zeza këthejnë hinë këtu, jo i shevit, po ujnët e zeza hinë mrena. E jetë aroma, tash e kanë marë. Soda, shampona, këta dione, dhe kanë hinë, sa kanë mujtë me qetë ka me fërqa, këta dione, i kanë lave. Tash do të me lanë dyre dërtojë, qelë tesa të aerosët, tesa sa pasrua. Që kja pjesa këtu e në kanë raftet, këtu e në kanë kontët, ku pas të shi, ku pas disa sene këtu, asi. Edhe, prapë këtë pjesë e këdena, ky frizi, a ka një mëntun këtu, edhe kemi ngajt, tash aponër, nuk e di, edhe, që, shapashir, pishojsh sendet tu, reqelnat, gjiznat, belmetat, këta dione i kom marë, sa kom ujt, i kom pështu pi ujt. Çfarë mesazhe keni për institucionet? Institucionet, ku ta shohin këto vetë, qëto, ata duhet më i ditë vetë se shka duhet me reagu këto. Unë sunja ja polzimin atina që ja bëne këto. Ata duhet më konë vetë njerës të kuptushëm. Pse hinë juj, qysh hinë juj, për ka ardhuj, edhe atëherë ata duhet me zetë këtë problem. Faleminderit shumë, Bac. Me ndërqafsh. Rreshjet e shiut, ashtu si që bën dëmë në qytetin e Rahovecit, njëjtë dëmë kanë bërë edhe në fshatin Ratkoc të kësaj komune. Pranë vetes e kam Beq Shalen, kryetar i këtij fshati, i cili do të na tregojë më shumë
rreth dëmeve që i ka bërë shiu. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. A mundesh me na tregu Unë quhem Beshola, jam kryetari i fshatit të Retkac. Këtu në fshatin tonë, sukur gjithsej, po tash sot ka bo ma pak vëshime se 2026-ën, i ka përfshi një 7 familje. Sot. Po nuk ju ka bo nashta edhe shumë domë, po ju ka i ka prish dona me shtoja, dikona friza, dikona duboka, dikona maqina, edhe tash pa shkon për vizitojnë. si pasoj e çkafit po ndodhin këto rreshja, këto vërshime që po i Si morën? pasoj e kanalizimeve, se nuk jenë qetë në atë kohën, para sa vjetë, nuk jenë qetë mirë, tash i shohën pasojët në këtë kohë. Ju e përmendet që edhe viteve të kaluara ka pas njëjtë këso probleme. Çka ka bo komuna? Jo, komuna ju ka një mund njerëzve, me komunë kena bashkëpunim shumë të mirë, me drejtorinë e emergjencave, me tana drejtorit kena shumë kena mirë kuptim, edhe ju kanë dalë ndihme me motora, shka ka pas mjete që i kanë qenë në dispozicion edhe i kanë pastruhe podrumët me ujë shka kanë qenë. E so banor janë në këtë fshat? Në këtë fshat janë ofër 7.000 banorë. Po, do janë ikë janë jashtë janë shku, do janë këtu, ofër 1.200 shtëpi, ko fshati. Okej. Tash po shkojmë pra edhe po i vizitojmë familjet që janë të prikura nga Po, vërsi. pa shkojmë edhe tash i këqyrni edhe i vizitoni edhe ju, tani jepin edhe ju gazetarët jepin e vlerësimin. A ka dollë komuna në teren? Jo, alo s'ka dalë sot, po unë e kom bisedu me drejtorit, me të gjitha drejtorit, ta më kanë mas porë mi kanë quhe ata të emergjencës. Zjarë fikse, ata dikon që tu kanë pastru një farë podrumi edhe një farë garaje, ata tjetë nuk kanë pas se i kanë pastru vetë ma herët me hidrofora, me zemë. Nëso ora i një zgjujo sot edhe juve personalisht a ju ka hy uje? Po mu ka i se aty me faj jem unë, në ora 5 i me zgju, po mu edhe në fushë më ka bo domë, në bastonet në do speca. Okej, bostonin edhe speca ata i mbjellni veç për nevoja familjore apo Jo, i edhe shetni? edhe mishit i mjellën. Sa përqendja u ka dëmtu ato? Po, për një 10-15%. Okej, nuk ka bashkë do me shumë Jo, shumë të mëdha, jo. Bas në atashimit të familja Hoti, po i shohim dëmtimet që ja u ka bo. Po, na jemi të familja Naser Hotit, nga Ratkoci, domët pishohëm edhe vetë që e ka dëmtu edhe me friza, me shporeta, me gjitha orientite familjes këtu. Uj ka pas bi 1 metër këtu, po më dukës edhe pashijet. Tash të takë që komisioni shka vlerëson, tek vlerëson kur dolin në teren. Po e shohëm që e ka dëmtu edhe këtë milin këto. Gjitha orientit të shka i ka me friza, me duboka, me kreti ja ka dëmtu. A është hera e parë që e kanë morë rreshjet apo dhe? Jo, nuk është hera parë, po kjo e hera 4-5 tonë. Për vitit 2022 deri tash. A ju kanë kompenzu në i herë domet këtë në familja? Ju ka kompenzu këtyne në serit, vetëm një herë e ka kompenzu. Shka i ka po domi maj madhë, shka ka qenë atërë dhe e ka kompenzu. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ky është parkingu nën toksor në Rahovec, i cili u përmbys si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Për më shumë informacione, unë pranvetës e kom Albnor Mulla Abazin, drejtor i urbanizmit. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Atëherë, a na tregoni kur keni ardhur këtu në çfarë gjendje e keni po parkingun? Rreshjet e shiut kanë filluar mëngjesin e hershëm, ndërsa intensiteti i tyre është rrit diku ka ora 6 e mëngjesit. Unë këtu kam qenë diku ka ora 7 mëngjes. Brenda parkingut ka pas ujë, po jo në këtë sasi. Në moment që ujëmbledhësit që janë hyrjet parkingut janë mushë, sepse uji që ka ardhur ka qenë me intensitet shumë të madh dhe ka sjellë me veti zhavor dhe mbeturina të tjera që i ka gjetë rrugës dhe është bllokuar ujëmbledhësi që është hyrjet parkingut. Në moment bllokimit të ujëmbledhësit brenda gjysorëve parkingu është vërshu nga uji, për arsye se zhavori dhe pjesë tjera që kanë ardhur kanë pamundësuar që ujëmbledhësit që janë brenda parkingut me tërheq ujin. Për momentin ekipet punuesit janë duke pastruar, uji është duke u tërhequr nga parkingu në toksor dhe besoj që sot brenda ditës parkingu do të pastrohet nga kompania. A janë lërsu domet, so konkretisht edhe çfarë domesh janë bo?
Për momentin, komuna është duke, me ekipet emergjence, është duke i riparuar infrastrukturën cila ka pasur dëmë, po ashtu me ekipin e zjarrfikseve jemi tu i dolë ndihmë qytetarëve, bizneseve cilat janë vëshuar nga uji që ka ardhur, ndërsa për vlerësimin e dëmeve është ende herët flitet sa është dëmi realisht. Veturat cilat janë brenda parkingut nëntoksor, pas pastrimit ujit do të vlerësohen edhe cili është dëmtimi. Përveç vërshimeve që e kanë marrë parkingun, a ka pas raste që uji ju ka hyrë edhe në për shtëpia ose në për obora? Po, kemi raste që intensiteti ujit sa ka ardhur është rritur në pjesën e poshtme të qytetit dhe kemi ankesa për banorëve që uji ka hyrë në për obore dhe në për podrume. Ekipet zjarrfikseve janë tu i punu me pompat për sanimin, për largimin e ujit. Besoj që sot pas ditëve do të stabilizohet gjendja, uji do të rriqet në moment që bje niveli i ujit në lumin Dudho edhe uji që do të rriqet do të vet nga drenazhimi. A ka pas mundësi komuna me parandalu edhe a ka ndodhur edhe viteve të kaluara i njëjti problem? Sa i përket pjesës parandalimit të ujrave, nuk kisha mujt me thonë është fatkeqësi natyrore, tereni gjeografik edhe rreshtet që kanë ndodhur për një kohë shumë të shkurtë, intensitet shumë të madh, nuk e mujt me parandalu. Është puna e natyrës ajo që ka shkaktu këto. Në gjendje të rregullt, pa u mbyllur mbledhësit, realisht uji nuk ishte hyrë në parking, po kur kanë ardhur ujrat më dha kanë sjellë edhe zog e mbeturina të tjera dhe është blloku. Parandalimi këtë situatë, më i me thënë gati u kanë i pamundshëm, por tash tutje do të marrim mësime, do të shohim çfarë mund me bë tjetër, që të evitojmë rastet e tilla në të ardhmen. Nëse rreshjet e shiut vazhdojnë, a është e rrezikshme kjo zonë? Po rreshjet e shiut në kushtet normale, të cilat ndodhin pavarësisht mëngjesin e sotëm kanë një intensitet shumë të madh, nuk kanë mujt me prandu, por rreshjet normale të cilat bien shiut edhe me intensitet pak më të madh, parkingu është mbi një vjet i lëshuar, nuk kem pas asnjëherë për mbytje. Ndërsa sot që ka ndodhur kjo kanë punë e natyrës ajo që e ka bërë këtë pjesë. Shëndetje, Përbërm Krasniqi, drejtori i Shërbimit Publik në Rovec. Për momentin dëme ka në rrugët kryesore të qytetit, duke sjellë shiu ka sjellë vërshime sidomos në pjesën të Xhavorit, rrugët i kanë ndot, pjesën e mëngjesit, dingu 3 orë të para të mëngjesit. Ne kemi qenë vazhdimisht të renë me kompanitë e kontraktuar, jemi kujdes që të gjitha sanimet i rregullojmë edhe tash momenti situata është të qetë dhe normale. Ne kemi vënë një njoftim zyrtar për të gjitha dëmet që do të bëhen qoftë në bujqësi, qoftë në ambisri, qoftë në ekonomi familjare, janë të gatshëm në numrat kontaktues që kemi publikuar, edhe të bëjnë kërkesë zyrtare në komunë që më mundësi që komuna përmes komisioneve që do t'i formon me danë të rinë verifikuar gjendjen edhe dëmet sa janë. Për momentin ende nuk kemi disa shtëpi, podrume që janë vëshuar, ne kemi intervenuar me qoftë me njësinë zjarrfikse dhe ekipet tona të terrenit me kompanitë publike duke bërë pastrime. Po ende nuk kemi zyrtarisht kërkesa nga bujqit për dëme bujqësi, po siç u thot ditën e vazhdim do të shikojmë mundësitë dhe do bëjmë vlerësime. Personat lënduara ka pas apo vetëm? Jo, absolut, fatmirësisht nuk ka pas personat lënduar, nuk kemi situatë të tillë, fatmirësisht, po për shkak shirat dendova, rreshrat më të dendova, për shkak konfiguracionit të qytetit, domethënë ka pjesë pikët më të ulta janë prekur, domethënë nga vërshime të mëdha. Përveç qytetit, a janë prek edhe fshatrat nga vërshimet? Kemi pas në disa zona pa më të pakta. Cilat janë ato? Ka qenë një pjesë të fshatit Ratkovës, në disa familje, po ashtu në disa vendbanime tjera, po me numër shumë të vogël, domethënë që veç momentin, sidomos në rrugën rajonale që kufizohet komuna Rovecit, jemi duke bërë pastrimin e rrugëve kryesore, mirë po në shtëpi, në ekonomi familjare ende s'kemi në kërkesë apo qytetarë që ka bënë ankesë të tillë. A kanë me ju kompenzu domet qytetarëve edhe fermerëve nëse veç janë të dëmtuar? Domet na i bëjmë vetëm komisionet i bëjmë, edhe vlerësimin e domet edhe këto vlerësimi i dërgojmë në qeveritë të Kosovës, e cila e ka domethënë për obligim të bëjë domethënë kompenzimin e domeve, ne i dërgojmë te komisionet dhe bëjmë profesionalisht dhe bëjmë edhe dokumentin zyrtar, i dërgojmë atje dhe më pastaj shohim do të bëjmë vlerësimin e tom. Situata me kodet emergjente që nuk ka komunët, domethënë qeveria e Kosovës ka hequr këto, nuk kemi situata të tilla që komunët më dhonë mundësi me operu me fonde emergjente. Po ashtu për vitin 2023 ende nuk kemi, domethënë nga bujqit që kemi quajtur vlerësimin domethënë kompenzimin e domave që janë bërë, nga 2023 ende nuk janë kompenzuar, kështu që po presim zyrtarisht bëjnë edhe ti kompenzojnë ato të vjetrat, po ashtu ato të treja që janë bërë dome.